Një ngjarje ka tronditur mbrëm qytetin e Vushtres, ku i riu 19 vjeçar A.Z. u vra me armë zjarri. Mbrëm rreth orës 20:35 minuta, policia ka pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri në rrugën Galip Badivuku në Vushtre. Viktima është dërguar në spitalin e Vushtres, ku edhe ekipi mjekësor ka konfirmuar vdekjen e tij. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar B.D, po ashtu 19 vjeçar, si i dyshuar për vrasjen e A.Z. mbrëmjen e së dielës. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti, ka bërë të ditur se në shtëpinë e të dyshuarit është realizuar bastisje, ku është gjetë edhe një armë e gjatë dhe 5 fishek. Ndërkaq, po ashtu zëdhënësi i prokurorisë themelore të Mitrovicës, Valon Preteni, njofton se i dyshuari pas intervistimit ka pranuar fajsin. Gjatë intervistimit, ai ka pranuar se ka kryer vrasjen. Hetimet po zhvillohen dhe ende është here të flitet për motivet, shtoi Preteni. Pas arrestimit të dyshuarit, prokurori i ka caktuar atij masën e paraburgimit. Ende nuk është e qartë nëse ky incident ka lidhje me ndonjë konflikt të mëparshëm mes viktimës dhe autorit, apo ka pasur ndonjë motiv tjetër. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes po vazhdojnë në koordinim me prokurorinë e rastit.